të zbresin rreth vlerës 34 apo edhe 35 gradë Celsius. Për fat të mirë, pjesa e dytë e javës do të sjellë edhe një rënje të temperaturave në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të zbresin në 13-14 gradë Celsius, ndërsa në ushtësinë perëndimore të luhate nga 17 deri në vlerë 22 apo 23 gradë Celsius në vijën bregdetare. Për sa i përket kushteve atmosferike, dita e sotme mbetet në mbizotërimin e modit të qëndrueshëm të gjithë territorin shqiptar, duke bërë që të ketë alternime, kthjellime, shkalime të lehta të vranësirave gjatë orëve të mbrëmjes. Parashikohet që duke filluar nga dita e martë dhe të paktën deri në fundjavë, territori shqiptar gjatë orëve të para të mëngjesit jetë në dominimin e intervaleve të gjata me diell në pothuajse të gjithë shtrirjen e tij, ndërsa për sa i përket orëve të pasdites, her pas here kemi zhvillime të vranësirave, duke bërë që të kemi prezente rrebeshjet e shiut në shtrirjen lindore, pjesërisht edhe në zonat qendrore, her pas here në zonat e izoluara të kryeqytetit të kemi apo të Elbasanit, të kemi her pas here edhe rrebeshje afashshkrutra të shiut, të cilat përgjatë kësaj javë në fakt do të jenë prezente. Patja e këtyre prezente do të bëjë që të kemi dhe lagështirën e lartë në ajër, çka do të bëjë që edhe pse të kemi këtë rënje e ndjeshme të temperaturave të ajrit në fillim java, sërish temperaturat të ndihen 1 apo 2 gradë më të larta se vlera normale si pasojë e lagështirës së lartë në ajër. Mirë, Akil, sa i përket rrebeshjeve, sepse kemi parë në pjesë të ndryshme të Europës, Zvicra kryesisht, që ka pasur rrebeshje shumë të fuqishme me breshër në madhësi shkatruse, do thoja, që ka sjellë edhe dëme të mëdha. Në Shqipëri do ta kemi këtë fenomen apo janë ndryshe rrebeshjet? Në fakt, në territorin shqiptar, në të paktën në pjesën e dytë të javës, rrebeshjet e shiut do të jenë prezente në zonat e izoluara, kryesisht në zonat lindore, në verilindje apo në yglindje të territorit shqiptar, duke qenë se kemi edhe këtë rënje e menjëhershme të temperaturave të ajrit, do të bëjë që gradualisht të kemi dhe shfaqjen e rrebeshjeve në formën e breshit. Për fat të mirë, në territorin shqiptar pritet të jetë vetëm në zonat të izoluara dhe nuk ka sinjale që të kemi një rënje drastike të temperaturave të ajrit dhe të mos ketë breshë në ato sasira të cilat ju i përmendët. Pritet të jetë disi më normale për sa i përket madhësisë, por sigurisht në momentet ku neve kemi prezente rrebeshjet në formën e breshërit, në zonat ku ato bien, sigurisht që sjellin problematika për sa i përket të mbjellave në para apo frutikulturë. Sa i përket situatës në rajon? Edhe vendet e rajonit në këtë fillim javë me temperatura ekstremisht të larta për sa i përket Republikës së Kosovës, por po ashtu dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, maksimume në Kosovë në 36 gradë Celsius deri në 37 dhe zonat izoluara në jug perëndim të Republikës së Maqedonisë së Veriut i afrohen 38 gradë Celsiusit.